në një lexim të parë, si e shikoni këtë valë të protestave të qytetarëve shqiptar, e cila protesta ka hyrë në ditën e 7, ditën e sotme, dhe vijon që të jetë masive? Unë e shikoj si një shpresë për shqiptarët brenda Shqipërisë dhe ndikimin e saj në të gjithë territoret, si në ato në Republikën e Kosovës, në Malzi, në Lugin Përshevës, dhe gjithë ku shqiptarët sot jetojnë e zhvillojnë aktivitetin e tyre të përditshëm, duke ndikuar drejt për së drejti, dhe këtë tregon më së miri edhe masiviteti i trajtimit të protestës nga mediat e huaja dhe nga gazetat prestigjioze, duke filluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në disa gjuhë të huaja që po e përcjellin zhvillimin e kësaj proteste dhe mbi të gjitha qytetarinë dhe kërkesat e drejta të paraqitura në këtë protestë. Sipas jush, çfarë tregon fakti që sikur më parë, sa i përket konkretisht viteve të fundit, përjashtojmë protestat e dhjetorit 1990, këto protesta po shkojnë zigjir njëra pas tjetrës, po të kemi parasysh që ka pasur protesta në Milano dhe në kryeqytete tjera të Europës, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ditën e sotme. Unë mendoj që çështja e Zvërnecit e marr jo e shkëputur, por si një vazhdimsi e veprimtarisë së papërgjegjshme në vendimmarrjet e qeverisë, si dje ashtu edhe sot për sa i përket pronës, për sa i përket personelit, për sa i përket familjes, për sa i përket shoqërisë në tërësi. Ajo e Zvërnecit ishte pika e ujit që derdhi gotën, por kjo ka ardhur e u zhvendos tashmë në Tiranë, jo vetëm për arsye të pa zbatueshmërisë ligjore, të pa përgjegjësisë shtetërore në lidhje me zhvillimin e ndërmarrjen e gjithë hapave për sa i përket një investimi që është planifikuar për të realizuar në zonën e Zvërnecit. Qytetarët shqiptarë kanë shprehur dhe asnjëherë nuk kanë qenë e nuk do të jenë kundër zhvillimit të vendit tyre, kundër projekteve, qofshin ato të brendshme apo të jashtme të mbështetura, në interesin e zhvillimit në tërësi të Shqipërisë. Ne kemi si rrallë kund në një vend vokacioni pro-amerikan e pro-evropian. Shqipëria e ka patur dhe e ka në nivelet më të larta të mundura, aq sa nuk janë pro-amerikan as vetë amerikanët, aq sa janë shqiptarët. Kjo tregon se orientimi jon dhe i qytetarisë shqiptare ka qenë dhe mbetet gjithmonë pro-perendimor në të gjitha llojet e çështjeve dhe të marrëdhënieve. Kjo ka qenë dhe mbetet dhe arsye që në të gjitha llojet e kohëra, pakën pas 90-s, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përcaktuar si partneri jon strategjik. E kështu do të mbetet për sa kohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndikuar në formimin e shtetit shqiptar, në ata të shtoqytur Shqipëria londineze që ne sot gëzojmë, por njëkohësisht deri në vitet 99 në ndikimin për të bërë e pavarur Republika e Kosovës, që tashmë këtë vit sapo festoi në shkurt 18 vjetorin e pavarësisë së saj. Në këtë rrugë e në këtë mënyrë, qytetaria shqiptare, ndryshe nga politika qeverisë së shqiptare, për më se 3 dekada, ka ditur të orientohet, ka ditur të ketë përcaktoj partnere mik strategjik dhe ka ditur se si duhet të sillet me pronën, me familjen, me shoqërinë, që janë 3 element dhe shtylla kryesore të ekzistencës së një shteti dhe të përparimit të shtetit. Zoti Prenga, si e komentoni paragjykimin që konkretisht kryeministri Edi Rama, por edhe element të qeverisë kanë adresuar kundrejt protestës, duke theksuar se ajo organizohet nga agjenturat e huaja, ka pasur element të atill që kanë nxittur protestat në Zvërnec nga agjenturat huaja, madje u aludua fillimisht se kishte pasur autobus që shteti grek kishte dërguar në Shqipëri për të nxittur protestat dhe për t'i masivizuar ato. Në këtë rast, çfarë do të thotë një qasje e tillë e qeverisë? Mos na kujton kohën e regjimit komunist kur Enver Hoxha gjente gjithmonë armiq të jashtëm?
qeverit dhe qeveritarët e liderit e pa aft të pas zot për të menaxhuar situatat cilat do qofshin, përpiqen që fajin të mos e mbajnë për vete dhe ta transferojnë diku tjetër. Unë jam i bindur si çdo shqiptar, me aq eksperiencë sa ka dhe me aq dije sa ka, që shërbimet e fshehta të huaja në çdo vend janë prezent, punojnë për vendin e tyre në çdo mënyrë e çdo formë. Luftrat hibride e ato asimetrike kanë qenë dhe do të meten si modeli më i ri i zhvillimit të luftrave për arritjen e qëllimeve të një vendi apo të një aleance. Nuk përjashtohemi as ne Shqipëria nga këto ndërhyrje, interferime dhe veprime. Por thënë nga kryeministri i një vendi është dorëzim total, pa aftësi totale dhe pas kësaj për mua një kryeministër që deklaron vetë me gojën e tij do të thotë që ku i ka strukturat e veta shtetërore, ku i ka strukturat përgjegjëse, si është e mundur që strukturat e huaja të fshehta, shërbimet e fshehta të organizojnë në zemër të Tiranës, të Shqipërisë, të kryeqytetit, të organizojnë mitingje kaq demokratike, kaq të mëdha, kaq me frym pozitive dhe ti që mban përgjegjësi, që ke strukturat, që me taksat e qytetarëve shqiptar mban një mori të madhe edhe ajo bashkëpunimi me strukturat e vendeve të tjera duhet të kishte marrë një sinjal dhe duhet të kishte parapryer në qoftë se do të ishte reale për t'i parandaluar këto. Për sa kohë nuk ka arritur, për mua si qytetar i këtij vendi, ai duhet ta mbyll atë që ka thënë me dorëheqjen e parë e vokueshme. Një kryeministër totalisht i pa informuar, i pa zoti për të drejtuar strukturat që ka dhe janë vënë në dispozicion, ku ka dështuar plotësisht. Pra në këtë rast, nëse marrin të plotet mirëfillt atë çfarë ka deklaruar, pas saj dhe pas atyre që ai ka deklaruar, vjen thjesht dhe vetëm dështimi në mënyrë të plotë dhe të suksesshme. Dhe pas dështimit, një njeri me formimin minimal i takon përgjegjësia dhe përgjegjshmëria të dorëzoj dorëheqjen e parë e vokueshme dhe të hap krahun për pa aftësitë e treguara të tij dhe gjithçka tjetër që nuk ka asnjë lloj fjale e shprehje tjetër që mund të gjejmë në këtë moment mbështetur në ato çfarë ka thënë e çfarë ka presupozuar kryeministri i këtij vendi. Por unë nuk besoj kurrë që shërbimet e fshehta të huaja, cilat do qofshin ato, të arrijnë të interferojnë kaq thellë sa të ngrejnë një masë kaq të madhe. Aty në shesh unë nuk pash as autobuza, nuk kam pa as autobuza dhe nëpërmjet medjave që kanë qenë prezent në intervistimet që kanë bërë, shumica e tyre janë shqiptar, të rinj të reja, të moshës mesatare, rrallë në një pensionist si puna ime sepse kanë frikë për fat të keq të dalin atje se mos u pret qeveria pensionin, duke harruar që ai pension është thjesht dhe vetëm një mbijetesë në kushtet më minimale të mundshme. Për këtë dhe shumë arsye të tjera, protesta ka të drejtën legjitime për të vazhduar, për të fuqizuar në numra e për të përhapur në të gjitha kryeqytetet e vendeve demokratike për të ndikuar dhe për të treguar botës demokratike se çfarë realisht po zhvillohet në Shqipërinë që pretendojmë që së shpejti të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Vetëm në këtë mënyrë e me këto kushte, kurse si nuk e meritojmë për të marrë privilegjin e madh për të qenë antar me të drejtat plota të Bashkimit Evropian, se vetëm kjo nuk mund të flasë në favorin e demokracisë më minimale për të cilët shqiptarët kanë luftuar që në vitet 90 dhe për fat keq ai slogani e duam Shqipërinë që gjithë Evropa ka ngel për 35 vite për papërgjegjshmëri të klasës politike qeverisë. Si e djathtë, ashtu edhe e majt që vetëm flamujt e vullat kanë të ndryshme, por mënyrat e veprimit ndaj Shqipërisë dhe të qytetarëve të vendit saj kanë qenë në unison dhe si dy pika ujë në ngjashmëri me njëra tjetër. A e rrezon propagandën e qeverisë se në këtë protestë ka agjenturat huaja vetë po themi kalimi që ka bërë aty në qetësinë e tij ambasadori i Bashkimit Evropian, pra në protestë është parë, pra në protestë duke kaluar qëllimi nuk e dim, ka qenë thjesht për të kaluar
në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe në këtë rast zyra e Bashkimit Evropian nuk ka aq informacione të tilla saqë e lejon ambasadorin e saj që të marrë pjesë në protestë, në një protestë ku sipas qeverisë ka përfshirje të elementëve të agjenturave të huaja? Edhe nëse ka ose ka patur ndikime në formë metoda të ndryshme, jam i bindur që për asnjë çast e për asnjë moment nuk është kërcënuar as siguria e përfaqësuesve diplomatik të akredituar të huajve në Tiranë, e as e Shqipërisë, e shtetit shqiptar dhe e as një qytetari. Kultura demokratike e organizimit të protestës, e fjalimeve të mbajtura, e qytetarisë të treguar, flet më së miri që aty nuk ka patur masivisht, po unë nuk përjashtoj rastin që një diplomat mund ta ketë detyrën e dytë qenien diplomat. Detyrën e parë mund ta ketë për punuar për shërbimet e fshehta të vendit të tij dhe kjo është e pranueshme në të gjitha vendet e botës, sepse nuk mundet të marrësh një informacion, si ju e thatë e theksuat, nuk mund të marrësh një informacion nëse nuk ke një person drejt për drejt aty në vendin ku zhvillohet ngjarja, nuk mund të marrësh informacionin dhe ta raportosh informacionin dhe shtetet e tjera orientojnë qëndrimet e tyre dhe dalin me deklarata deri edhe me nota nga pjesa diplomatike e Ministrisë së Jashtme për të reaguar ndaj shteteve që kanë marrëdhënie, por dhe ndaj shteteve që këto marrëdhënie nuk i kanë ashtu siç duhen në nivelin e dëshiruar. Kështu